3 persona janë arrestuar nga policia e Vlorës pasi mbanin peng prej 2 javësh një person nga Kosova duke kërcënuar për t'i marrë 70.000 euro. Vilson Agaj, Orest Qarapaj, Julian Zogaj janë 3 personat e arrestuar nga fshatrat e Lumit të Vlorës. Armand Xhelili kanë bërë me dije se ka qenë e motra e personit të marrë peng, e cila ka denoncuar në polici nga Suedia marrjen peng të vëllait të saj. Personi nga Kosova është identifikuar si Fisnik Gjaka, ndërsa është dhunuar nga 3 të arrestuarit. Gjaka kishte dalë garant mes 3 pengmarrësve se disa persona në Europë merrnin një sasi droge me vlerë 70.000 euro pa e paguar dhe se lekët do i paguanin më vonë. Pagesa nuk është bërë dhe 3 personat e arrestuar kanë marrë peng Fisnik Gjakën duke i kërkuar 70.000 euro për të cilat ai kishte dalë garant. Gjaka nuk ka pranuar që të bashkëpunojë me policinë. Fisnik Gjaka është dërguar për ndihmë mjekësore në spital dhe më pas është larguar. Në spital është jashtë paraqitur me shembje në trup dhe plagët e gërvishtjes në pjesën e këmbëve. Gjatë operacionit të zhvilluar nga policia e Vlorës dhe forcat operacionale janë gjetur dhe sekuestruar në banesën e Julian Zogaj dhe është mbajtur peng Gjaka disa sasi kanabis dhe një radiomarrëse dhënëse e ngjashme me ato të policisë. Në derën e apartamentit ndodhej një kamër për të parë nga brenda se kush ndodhej jashtë. Gjithashtu, ambienti është i pajisur me kamera sigurie. Apartamenti ndodhet rreth 30 metra larg komisariatit të Vlorës. Sa kaq është bërë me dije se Gjaka ishte dalë garant tek 3 pengmarrësit që disa persona në Europë merrnin një sasi droge me vlerën 70.000 euro pa e paguar dhe se legët do i paguanin më vonë. Pagesa nuk është bërë dhe 3 personat e arrestuar kanë marrë peng Fisnik Gjakën dhe i kanë kërkuar 70.000 euro për të cilat ai kishte dalë garant. Gjaka nuk ka pranuar të bashkëpunojë me policinë.